Ministri i Mbrojtjes së Greqisë Panayotis Kamenos ka reaguar mbi fotografinë ku shfaqeshin disa rekrut me kombësi shqiptare në ushtrinë greke duke bërë shenjën e shqiponjës. Ai ka deklaruar se kushdo që nuk ndihet grek është i lirë të shkojë në vendlindje. Kamenos njoftoi gjithashtu se ushtarët do të merren në pyetje për veprimet e tyre, ndërsa ka paralajmëruar se do të ndërmerren masa ndëshkimore më të ashpra të mundshme. Në një prononcim për mediat greke, Kamenos është shprehur se ky rast nuk do të kalojë lehtësisht. Ai ka urdhëruar një hetim të menjëhershëm duke paralajmëruar gjithashtu edhe masa ndëshkimore më të ashpra të mundshme. Ministri i Mbrojtjes ka deklaruar se të gjithë ushtarët janë identifikuar dhe dyshohet se fotografia është shkrepur përpara një seance stërvitore të zhvilluar së fundmi. Ai shtoi se rekrutët do të merren në pyetje për të sqaruar veprimin e tyre si dhe mesazhin që donin të përcjellnin. Në mbyllje Kamenos deklaroi se kjo është thjesht vazhdimësia e projektit të ashtu quajtur Shqipëria e Madhe. Një tjetër foto e një ushtari që kryqëzon duart duke bërë shqiponjën ka alarmuar autoritetet greke. Sipas një deklarate të shtabit përgjithshëm të ushtrisë greke, është bërë menjëherë identifikimi i ushtarit në foto. Sipas shtabit, ushtari nuk është me origjinë shqiptare, por nga Qipro. Ushtari është identifikuar dhe ka shërbyer në Eldyk dhe do të ndiqen të njëjtat procedura si në rastin e 7 ushtarëve të Mesologjit, deklaruan përfaqësues të shtabit të përgjithshëm.